Motive që të sjellin në guxi janë të shumta. Jo vetëm bukuria e Alpeve shqiptare, aktivitetet me karakter patriotik dhe kulturor, por dhe kujdesi veçantë që tregohet për ruajtjen e traditave të lashta shqiptare. Familja Selimaj ka arritur të sigurojë një xhublet, e cila prej 8 vitesh qëndronte si një objekt muzeal në hallin e shtëpisë karakteristike, ku motivet e identitetit shqiptar nuk mungojnë. Ka qenë ideja e zonjës Rita Shkurtaj, njohëse mjaft e mire e diebërjes dhe historisë së xhubletës, e cila propozoi që xhubleta duhej parë në trupin e një vashe të bukur nga këto anë. Por para se ajo të gjendej, një trajtim me rrethana popullore i duhej bërë veshjes me traditë 4000 vjeçare. Të përdorim rakin. Rakia s'ka rëndësi që është rrushit apo kumët, por mjafton që të jetë rakin e bëme në shtëpi, sepse nuk ka atë alkoolin që përgatitet në për laboratore. Për fat të mirë, xhubletës të siguruar nga Alex Selimaj, biri i Gucis, por me banim në New York, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk i mungonte asnjë element. Dhe fatlumja që do e vishte atë ishte Arta Çelaj, nisi shqiptar me origjinë nga ky vend, por me banim në Tiranë, e cila përveç studimeve të larta që po vijon në drejtësi, ka përfaqësuar Shqipërinë në disa konkurse ndërkombëtare të bukurisë. Jam një malsore dhe rënjet na thrasin gjithmonë. Dhe nuk mjaftoi vetëm veshja e xhubletës nga një mis i bukurisë shqiptare. Bruno Selimaj, vëllai i Aleksit, i njohur për patriotizmin e tij, sidomos në ndihmë të luftës së Kosovës, i vizituar edhe në New York nga disa presidentë shqiptar për kontributin e tij në çështjet kombëtare, do të improvizonte së bashku me artën traditat e bukura shqiptare. Shumë e rëndësishme pa këto traditat vjetra, xhupuletën për 4000 vjetre, edhe duhet me vazhdua për gjithmonë që të traditat më të bukura tona. Traditat marrin jetë, kur ato nuk qëndrojnë muzeve apo thjesht fotografuar në faqet e një libri, atyre duhet t'u jepet her pas here jetë. Një prezantim i tillë ndihmon dhe brezat për të kuptuar etnografinë e kombit ton, historinë dhe identitetin e tij, për t'u ndjerë krenar për të shkuarën por dhe të ardhmen.